Rion Veliajn, si the? E morën zhan nga zyra me 8 akuza për korrupsion dhe shuan në punë. Po Erioni si thonte Erioni për ty? Histori suksesi. Goni, na erdhi Goni, na ka hapur, ka ardhur këtu për të na sjell modelin. Nuk po shpik, po i referohem lajme publike të një vizite që ministri për mirëqenien sociale ka bërë në biznesin e një sipërmarrësi që kishte ardhur edhe po investonte edhe ministria po e mbështeste. Shiko, burria nuk është kusht që vetëm të veshësh pantallona. Se mund të edhe të veshësh pantallona, po prap ti për fatin e keq, ashtu si që ke hyrë në këtë sallë në 2017, ta kam thënë shpesh, se ma kam thënë ata që të sollën si erdhe, nuk bësh do të politikan o agron duke paguar para për të hyrë deputet dhe duke bërë boost postimet Facebook. Kash, ngulit e këtu, ngele duke paguar legët ditë për ditë aty, je politikani që paguan më shumë lek për të bërë shere dhe buste faqen tënde. Shko, a lek gjaku, a manër ti, se ti s'ke faj se ti lek gjaku i ke, se je i vetmi porta borsa që paguash me lek me budget shteti. Tani, kalojmë në gjëra. Kam drejtë Jozefin këtu. Mos unë zeftë të ditësh. Se e kisha për Lulin. Kjo pjesa replikës, zonja drejtuese sa në 2 minutë që më takon për replikën me zotrin. Tani kalojmë tek gjërat që na sjell populli të flasim. Si fillim, do kërkoja edhe mbështetjen e secilit për jush këtu. Do kisha dashur shumë të ishte edhe ministrja, po për arsye objektive nuk është, dhe ja kam thënë që t'jem korrekt me veten, me njerëzit që më ndjekin. Bët fjalë për rastin e një vajze 22 vjeçare nga Librazhdi, e cila po lufton me një smundje të vështirë autoimune, ciroz autoimune, e cila është e pashërueshme në Shqipëri. Duhet i pranojmë, nuk i kemi të gjitha kapacitetet që ta bëjmë gjë të tillë. Dhe e di fare mirë që në këto raste nuk mjafton thjesht vetëm mbështetja e shtetit, sepse do ta bëjnë gjë të tillë me statusin që ka deputetit, ja kërkoj qeverisë që të mundohemi të kontribuojmë edhe t'ju bëj një thirrje të gjithëve që nëse keni mundësi ta japim gjithë një dorë mbështetje, siç ndodh shpesh te populli shqiptar. Ta mbaroj o Tritan, lutem, po një herë të vetëm, po pa dakord, më thanë që nuk bëhet kjo Tritanshi, po të lutem, dakord, nuk bëhet, ndoshta e ke pas bërë ti kur ke qenë ashtu, po nuk bëhet, dakord, po nuk bëhet fjalë për këtë Tritanshi. Megjithatë, është diçka që është e vështirë, më thonë që nuk bëhet këtu dhe solidariteti në këto raste vlen për gjithë, vlen për atë vajzë të shkëlqyer që ka nevojë për mbështetje dhe na vlen gjithëve. Tjetra që ka të bëjë me ligjin për cilin, dy ligjet për cilat jemi mbledhur. Nuk janë thjesht ndërhyrje teknike legislative, por bëhet qartësisht fjalë por një ndërhyrje tjetër në vazhdën e disa ndërhyrjeve që kanë të bëjnë me forcimin e kontrollit ndaj drogave, lëndëve psikotrope, por mbi gjitha të zinxhir kriminal që qëndron pas tyre. Këto lëndë, drogat sintetike, përbëjnë sot një prej kërcënimeve më serioze për shëndetin publik, për sigurinë kombëtare, por dhe për të ardhmen e gjithë shoqërisë sonë. 4 vite më parë, vitin 2022, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri i qytetarëve amerikanë që kanë humbur jetën
nga përdorimi i fentanilit shkonte deri në 100.000. Në 5 vite, nga 2020 në 2025 janë 465.000 qytetarë amerikanë të humbur jetën nga fentanili. Më shumë amerikanë humbin jetën nga fentanili se sa amerikanët e vrarë gjatë luftës dytë botërore. Dhe këtu citova sekretarin amerikan të shtetit me shifrat që Shtetet e Bashkuara kanë bërë publike, dhe ky është dhe shkaku dhe arsyeja që presidenti i Shtetit e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i ka shpallur luftë karteleve, i ka shpallur luftë edhe të gjitha atyre vendeve të cilët me vëmendje apo pa vëmendjen e tyre furnizojnë prodhuesit e këtyre drogave, me lëndën e parë, me lëndët psikotrope, që të na kuptojnë dhe qytetarët për çfarë janë mbledhur përfaqësuesit e popullit sot për diskutuar. Jemi mbledhur për diskutuar për një prej çështjeve që është sot shqetësim global. Se si drogat sintetike janë vrasësit më të mëdhenj të jetës së të rinjve dhe të qytetarëve mbar globin. Shqipëria është prej vitit 2024 antare e koalicionit global kundër drogave sintetike. Një antarësim që na vendos në përgjegjësitë e koordinimit të përbashkët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me të gjithë aktorët e tjerë në sfidat që na presin. Unë besoj shumë që opozita sot do t'i votojë këto 2 projekt ligje. Sepse janë ndër ato raste kur vendimarrja jote mund të shpëtojë jetë. Ku ndalimi i përdorimit të këtyre apo i qarkullimit të tyre apo hyrjes në Republikën e Shqipërisë të këtyre lëndëve, sikurse jo vetëm në Shqipëri, po mbar Europën, Amerikën e Veriut, është e njëjta qasje. Unë besoj që ju e kuptoni rëndësinë e këtyre 2 projektligjeve, pa dyshim për efekt edhe të faktit që vinë këtu si pjesë e paketës ligjore që synon përmbushjen e detyrimeve që vinë nga kapitulli 24 i procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe reflektojnë standardet më të mira të BE-s për kontrollin e drogave, po mbi të gjitha të prekursorëve të drogave. Pra, droga ka prekursor të cilët duhen parandaluar. Zonja Zotrinj deputet, ndërsa flasim për drogat, e dim fare mirë që ajo pjesë e shoqërisë që është më vulnerabil në këtë aspekt janë të rinjt, janë fëmijët. Dhe e kam thënë dhe vazhdoj ta them, pavarësisht pozicionit që mbaj, qoftë në qeveri, qoftë këtu në kryet grupit parlamentar të Partisë Socialiste, është detyrim i Ministrisë së Arsimit, është detyrim i Ministrisë së Brendshme dhe i gjithë aktorëve të tjerë që të rrisim sigurinë brenda perimetrit të shkollave. Një prej kërcënimeve më të mëdha të rinisë kudo në botë, edhe në Shqipëri, janë pikërisht rënja në graskën e shpërndarësve të lëndëve narkotike. Dhe lëndët narkotike janë të shumtma, nuk është thjesht vetëm droga tradicionale që njohim, që është vrasëse, po janë dhe këto lëndë të cilat sot me ligj të Kuvendit të Shqipërisë shpallen të palishme. E në këtë aspekt, në kuadër të kësaj sigurisë në shkolla, unë bëj pjesë ndër ata që mendojnë një lloj si presidenti francez Macron apo së fundmi dhe kryeministri spanjoll Sanchez, se një prej rreziqeve më të mëdha që përballet sot rinia janë dhe rrjetet sociale. Personalisht do ta votoja me shumë kënaqësi një vendim që duhet marrë në konsultim të gjerë, por sipas asaj që po bëhet tani më një trend në vendet që marrin përgjegjësi, dhe Shqipëria ka dëshmuar se merr përgjegjësi, është ndalimi i rrjeteve sociale për fëmijët nën 16 vjeç.
bijem gjithë dakord këtu, të majtë e të djathtë, po kur na duhet bijem dakord të kafja, nuk bijem dakord të në salë për fat keq, që rrjetet sociale për fëmijët në 16 vjeç janë një kërcënim. Sepse edhe këto lëndët narkotike dhe droga shpërndahet përmes rrjeteve sociale. Krijohen ato networket dhe fëmijët bien në grackën e shpërndarësve të lëndëve narkotike. Unë mendoj që asgjë nuk kanë për të humbur fëmijët të rinj nën 16 vjeç në Shqipëri, nëse ne i krijojmë një mburoj të aksesit në gjitha të vulgaritet, gjitha të kriminalitet që u shfaqet në çdo moment para syve, ndërsa sa po hynë në një rrjet social. Dhe qeveria shqiptare i ka bërë disa hapa të konsoliduar në këtë aspekt, i ka kërkuar kompanive që i ofrojnë këto rrjete sociale, jo vetëm Meta apo TikTokut, por dhe çdo lloj forme tjetër që të rrisin monitorimin në gjuhën shqipe, në mënyrë që nëse nuk i pengojmë dot me ligj, siç po e bën Spanja, siç po e bën Franca, siç e bëri Australia, të paktën të kemi instrumente të duhur për t'i mbrojtur të rinjt, fëmijët nga ky kërcënim. Faleminderit shumë. Me këtë diskutim mbyllet ky projekt ligj. Tani në radhë janë 4 projekt ligje që janë ratifikim të marrëveshjeve të financimit midis Republikës Shqipërisë, Francës dhe Komunitetit Evropian, që janë program të bashkëpunimit Interreg, midis Shqipërisë dhe Republikës Kosovës për bashkëpunimin ndërkufitar, midis Shqipërisë dhe Malit Zi dhe Komisionit Evropian për programin IPA të bashkëpunimit ndërkufitar, dhe midis Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, përfaqësuar nga Sekretariati për Çështjet Evropiane dhe Komisioni Evropian, përsëri për programin IPA të bashkëpunimit. Meqense të gjitha këto projekt ligje kanë të njëjtin objekt, ne do të kemi një diskutim. Para se të kalojmë në diskutime, unë ju pyes nëse dikush nga kolegët ka pyetje. Propozimi është i kryeministrit, përgjigjet Ministri i Shtetit për Marrëdhënien e Parlamentit, zoti Gogu. Nuk ka pyetje, atëherë fjalën e ka zoti Gogu, Ministri i Shtetit. Nderuar zonja drejtuese e seancës, zonë kryetare e Kuvendit, nderuar deputet të pranishëm në sallë, të nderuar qytetarë që na ndiqni, 4 marrëveshjet të cilat aderimin dhe të cilat ne miratojmë sot, ratifikimin e cilave ne bëjmë sot, duken teknike dhe janë të tilla, por në të njëjtën kohë janë edhe 4 porta të reja në Bashkimin Evropian dhe 4 instrument konkret të financimit nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë si një vend që po antarësohet në Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për fonde konkrete, bëhet fjalë për projekte konkrete, bëhet fjalë për kapacitete, të cilat ndikojnë drejt për së drejti jetën e përditshme të qytetarit. Qoftë kur modernizohet shërbimi në nivel vendor, ku bashkia i përgjigjet më shpejt qytetarit, ku aplikimi për të marrë këto shërbime mundsohet me një klik, ku radha shkurtohet dhe studimet e pavarura thonë që radhët në shërbime që ofrohen nga autoritetet shtetërore në Shqipëri janë shkurtuar në nivele stratosferike. Por gjithashtu edhe kur këto financime ndihen në
ripërtëritje dhe rimëkëmbje infrastrukturore në nivele lagjesh, siç kanë të bëjnë me ndriçimin publik, apo me ndonjë shteg turistik për shkak se një sër e marrëveshjeve ndërkufitare përfshin turizmin dhe lidh vendet tona me ato fqinje, dhe që në fund fare sjellin më shumë punë, më shumë kontrata pune, më shumë paga, më shumë ekonomi për vendin. Për të kaluar në detaje, marrëveshja e parë ka të bëjë me antarësimin e Shqipërisë në instrumentin më të madh të financimit evropian, që është Interreg Europa 21-27, një program që Shqipëria mund të konkurrojë për 493 milion euro. Natyrisht, Bashkimi Evropian dhe Shqipëria këtu bashk financojnë dhe fokus kanë politikat publike në nivel vendor, kapacitetet institucionale, qytete dhe bashki më të forta. Pra, në praktik, bashki tona shkëmbejnë dije me bashki tashmë antare pjesë e Bashkimit Evropian dhe që qeverisen nga praktika europiane. Marrëveshja IPA ndërkufitare, pra instrumenti i para aksesimit Shqipëri-Kosovë, ku Shqipëria është lider dhe kjo është IPA 3-shi, kufiri shihet si një mundësi për të dy vendet tona, ku angazhimi i Bashkimit Evropian në 2025 është 3.6 milion euro, pra programin total është diku ke 9.7 milion, janë bashkit Kukës, Tropoj, Lezhë dhe bashkit në Kosovë që janë kufitare me ne, ku fokus është zhvillimi ekonomik, turizmi, mjedisi, komunitetet lokale. Po kështu është dhe marrëveshja midis nesh, Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, ku janë 6 qarqe tona, 1.3 milion qytetar që preken nga kjo marrëveshje në të dy vendet, ku granti është diku ke 11.9 milion euro, pra 12 milion euro, dhe ku kapacitetet vendore rriten në mënyrë të ndjeshme. E njëjta gjë është dhe Shqipëri-Malizi, këtu kemi një ndryshim të vetëm për shkak se është hequr pezullimi formal që ka pasur Malizi për shkak të specifikave në negociatat e tyre me Bashkimin Evropian. Tashmë ky pezullim nuk ndalon, nuk qëndron, pra ka përfunduar. Programi është 13.8 milion euro, ku granti i Bashkimit Evropian është 11.9 milion euro. I përmenda të gjitha këto detaje për qytetarët që na ndjekin dhe për të thënë që bëhet fjalë për standarde europiane, financim me standarde europiane, bëhet fjalë për financim që prekin jetën e përditshme, bëhet fjalë për auditim europian, ashtu siç u përmend këtu, që Shqipëria vazhdon dhe përfiton nga fondet e Bashkimit Evropian, edhe kur në to konstatohen pas auditimeve keq funksionime, pezullohen dhe vazhdon financimi, siç do të jetë dhe rasti i Pardit, i cili do të vazhdoj më fuqishëm se më përpara. Doja të thoshja që nuk kemi më vetëm retorik antarësimi. Dhe e kuptoj fare mirë, e thash edhe më përpara, e kuptoj fare mirë parodizimin që përpiqet i bëhet situatës, sikur antarësimi në Bashkimin Evropian të ishte ndryshimi i realitetit brenda orës dhe jo sikur të ishte ndryshim dekadash që kanë kaluar të gjitha vendet përpara se ta aksesonin atë. Kështu që e vetmja rrugë që ky parlament ka është të shqyrtoj me seriozitet të gjitha këto marrëveshje, ti miratoj ato dhe ndaj i ftoj edhe kolegët e opozitës që të bëhen pjesë e kësaj gjëje në mënyrë që standardet e Bashkimit Evropian të fillojnë të ndihen në jetën e përditshme të qytetarëve në nivel vendor, në nivel të njësive vendore, në nivel biznesi, në nivel shoqërie civile, në nivel kulturor shqiptar, që nga njëra anë përthith vlerat e Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër gjithashtu kontribon me vlerat shqiptare në Bashkimin Evropian, ku
edhe zëvendëskryetaria sot përmendi një nga ato vlera të rralla siç është bashkëjetesa fetare. Kështu që pa humbur kohë, do doja që t'ju ftoja ti mbështesnit ratifikimin e këtyre marrëveshjeve dhe t'i miratonim ato. Faleminderit. Faleminderit zoti Gogu. Atëherë nisim me listën e diskutantëve. Zonja Ekonomi, keni fjalën dhe të përgatitet zonja Bardeli.